Nuk ka asnjë arsye, as ligjore, as logjike, as kushtetuese që një buxhet nacional të mos marrë parasysh vendimin e kuvendit komunal të Prishtinës. Prandaj për LDK-n është jo vetëm e rëndësishme që zotimet e dhëna për Prishtinën t'i realizojmë në tërësi ne që kemi marrë besimin aty, por edhe domosdoshme që të kuptojmë relacionin që do të ketë LDK-ja me këtë kuvend. Nëse LDK si mohohet nga ky kuvend, një drejt kushtetuese, vetëm nga vullneti i numrave shumic, atëherë edhe LDK-ja do të ridefinoj pozicionin e saj në relacion me çështjet që kërkojnë dhe numrat tonë në këtë kuvend. Nga ekspozeja e kryeministrit ditë më parë, dëgjuam për buxhet rekord prej 3.9 miliardë euro dhe natyrisht krahasueshëm shumë më shumë se viti 2021. Por të flasësh për euro, për pare, për tyra, pa e përmendur gjën më të rëndësishme, fuqinë reale të tyre, pra pa e përmendur inflacionin, është sa gabim politik, aq edhe qëllim propagandistik.